Është mundu me mshti me shkel fotografinë e Shimtaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, nxirë revolën në vram, se nuk e shkeli së rëzloje. Ka përdor dhunë të vazhdueshme. Ndaj meje, kam qenë prej femra më të torturuar në burgjet serbe. Edhe fizikisht, edhe psikikisht. Sa që kem ka qenë podrum, ka qenë një dhunë podrum me mjete, lloj makina të ndryshme, edhe më ka thonë, tha, kjo është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në përshtu makina sot kime dhe përtu, edhe më ka gjvesh, që shumë ka bonana, e ka qitë fotografin e Shimtaqit në tokë, edhe më kanë torturu sa kanë mund, deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mshti me shkel fotografinë e Shimtaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, nxirë revolën në vram, se nuk e shkeli së rëzloje. Edhe kom marrë fotografinë prej toke, e kom qitë në gjyks, edhe masane ju ka kthy kolegës vetë, Slogjana Arshiqit, edhe i ka thonë, tha, kjo është kokfurt, sërbisht. Tha, le, tha, këtë budalist, tha, se s'pranën, tha, veç me mytë.